Të dashur shikues, jeni edhe njerë me orën e pasdites. Koha ka filluar të nxehet dhe njerëzit me lëkurë të ndjeshme vetë se ka filluar të kemë probleme me njolla të ndryshme. Ne do t'ju sjellim në vijim disa këshilla si t'i shmangeni diellit të fortë, çfarë krema ju bëjnë mirë që mos keni njolla dhe nëse vetë se i keni ato, si mund t'i largoni. Mezi presim ditët me diell. Ekspozohemi pa kontroll para rrezeve të tij. Shpesh pa i llogaritur efektet negative. Rrezatimi i tepruar i lëkurës sjell djegje, njolla dhe mplakje të shpejtë. Por pjesa më e ndjeshme e trupit ton mbetet fytyra. Lëkura e saj reagon më shpejt në këto rreze. Dielli na plak lëkurën tonë 80% para kohës. Pra kemi një plakje 80% më të hershme se sa një plakje natyrale që vlerësohet të jetë 20%. Diçka tjetër me rëndësi që ballafaqohemi në këtë sezon është pigmentimi apo ndryshe që quhet edhe si hiperpigmentim. Pigmentimi janë këto njollat kafe që shfaqen në lëkurën tonë dhe është një mekanizëm mbrojtës i lëkurës sonë ndaj rrezatimit diellor. Në fillim nuk vëren lehtë, por me kalimin e kohës ato zënë një shtrirje në lëkurën tonë. Me anë të synit nuk mund të shohim një pigmentim të tillë nga se pigmentimi fshehet në shtresat e mëtejme të lëkurës sonë. Kryesisht pigmentimi shfaqet në zonën e ballit, pastaj edhe në moza, nga se këto janë pjesët më të ndihshme, të cilat na bëjnë neve që mos të aplikojmë kremat e diellit, si dhe syzet na mbrojnë rreth syve dhe në ato zona më pak ka pigmentim. Por cilat janë mekanizmat që na mbrojnë nga pigmentimi? Një krem i mirë mbrojtës nënkupton një faktor më të lartë 30 apo 50 edhe nënkuptohet që ai duhet të përdoret rregullisht gjatë tërë vitit. Në fillim të ditës, pas pastrimit të lëkurës, aplikohet kremi ditor 15 minuta para ekspozimit në diell. Mënyra më e lehtë është mosqëndrimi i tepruar në diell. Por nëse lëkura juaj tashmë ka psuar, ka edhe mundësi të tjera. Në rast të shfaqjes së hiperpigmentimit janë forma të ndryshme të reduktimit të tyre. Ndër format më të lehta janë aplikimi i kremave depigmentues, të cilët aplikohen 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje, dhe efekti i tyre është që të paktësoj pigmentimin e shfaqur në zonat e caktuara. Disa forma tjera ndoshta edhe më efikase janë përdorimi i mjeteve të ndryshme kozmetike, si ndërhyrjet e vogla plastike, pastaj është mikrodermabrazioni, që e bën gryjen sipërfaqësore të lëkurës, pastaj është peelingu laserik, i cili e shfaq ose e heq këtë shtresën e sipërme epidermisin dhe në këtë mënyrë bën largimin edhe të njollave. Me vetëm 15 minuta qëndrim në diell, lëkura jon e absorbon vitaminën D. Kështu që ekspozimi i tepruar në diell mund të shkaktojë pigmentim, plakje, por edhe më të keqen, kancerin. Kujdes, shijoni me mas ditët e verës. U kthyem në studio dhe ky është momenti për bisedën me musafirin. Kësaj here në studio me mua vjen Endrit Plashniku, mirë se erdhe. Mirë, faleminderit. Do të flasim për Community Buster, që është kjo fushat, kjo aplikacion që do të mund të marrin pjesë qytetarët e Kosovës. Community Booster është një projekt që po implementohet për herë të parë në Kosovë. Është një projekt që njëkohësisht implementohet në Bosnjë Hercegovinë dhe Serbi. Është projekti që mbështetet nga National Endowment for Democracy dhe organizohet koncepti, domethënë i parë është aplikuar nga TechSoup Global në Rumani dhe është testuar për herë të parë në Slovaki dhe në Rumani. Tash ka ardhur këtë vit në Kosovë, Serbi dhe Bosnja të bëhet një njëjti projekt dhe një njëjti koncept ku IPCO Foundation bën implementimin e këtij projekti në Kosovë. Ky projekt është një garë ose konkurs i hapur për gjitha ato ide kreative, të cilat duhet realizohen duke përdorur teknologjinë e internetit. Pra, ose duhet jetë një website, ose duhet jetë një aplikacion mobil, ose një blog, ose një portal, gjithçka që ka të bëjë me internetin dhe njerëz mund t'i qasin këtij produkti me anë të internetit. Ideja e këtij projekti është që të inkurajoj
projekte cilat kanë për qëllim me ngrit transparencën dhe llogaridhënien e qeverisjes në Ballkanin Perëndimor, përveçërisht këtë rast në Kosovë. Po më duket që vendet tjera janë një hap përpara, sepse te na vetë sa u hap aplikacioni, më duket në vendet tjera është mbyll aplikacioni, tashmë janë në fazën tjetër. Po, Kosova është vetëm një javë, domethënë mbrapa, për shkak se sistemi ashtu ka qenë i konceptit që të filloi së pari në Bosnë, në Serbi, pastaj në Kosovë. Afati i fundit për Kosovë për aplikim është 20 maji. Domethënë deri më 20 maj dorëzimi i aplikacionit mund të bëhet në communitybooster.org ose në website-in e IPCO Foundation dhe në rrjetet sociale të Facebookut dhe Twitter. Shikuesit mund të gjejnë gjitha informacionet rreth këtij projekti. Ata që dëshirojnë të aplikojnë, çfarë kualifikime duhet të kenë? A duhet të jenë patjetër në fushën e teknologjisë apo munden të jenë kushdo që ka ide kreative për teknologji? Ky projekt është i hapur për të gjithë. Koncepti është i tillë që ne kemi mësuar që të jetë i hapur për të gjithë, jo domosdoshmërisht persona duhet të jenë me prapavi nga teknologjia. Ne ju mundsojmë persona që nuk kanë prapavi nga teknologjia të i lidhim më pas se të dorëzojnë aplikacionin, të i lidhim me persona që kanë aftësi dhe t'ju ndihmojnë të krijojnë produktin e tyre. Meqense dhe ashtu periudha kohore realizimit do të jetë e tillë se pas 20 majit, kur dorëzohen gjitha idetë, do të plasohen në votim online, ku publiku mund të votojë për projektet më të mira dhe pas një jave, juria duke i marrë parasysh votat e publikut dhe vlerësimin e saj, do të nxjerrë 7 fitues finalist. Këta finalist do të vazhdojnë rrugtimin për një muaj deri më 15 dhe 16 qershor, të zhvillojnë idenë e tyre dhe më 15 dhe 16 qershor do të organizohet Code Sprint, ashtu quajtur, një vikend intensiv pune me ekipet dhe me mentorët dhe me ekspertët e teknologjisë që do të ndihmojnë këtyne ideve që të shndrohen në produkte ku qytetarët mund fillojnë të i përdorin pas atij momenti që dalin online. Ka kritere të caktuara për aplikuesit? Kritere nuk ka, është një faza e parë, domethënë deri më 20 maj është një aplikacion mjaft i thjeshtë që duhet plotësuar, përmban disa pika që kisha dashur me i cek, për shembull duhet ideator duhet të shkruajnë se si do të bëjnë ndryshim ky projekt në komunitetin e tyre, cilat janë objektivat e këtij projekti që ata po e bëjnë, si do ta ndërtojnë komunitetin, se është shumë e rëndësishme që të ndërtohet komuniteti rreth një produkti dhe të tregohet si do të përdoret ky produkt dhe si do t'i atraktojnë njerëzit që të tërheqin njerëzit që të përdorin produktin, si do të jetë qëndrueshmëria e këtij produkti. A do të jetë një produkt që do të vazhdojë edhe më tutje të përdoret apo do të jetë afatshkurtër. Ideja është që të ndihmojmë produktet, projektet që do të jenë më afatgjata. A do të duhen që të gjitha idetë të jenë të koncentruara në llogaridhënien e qeverisë apo jo? Munden edhe të fushave tjera me qenë? Janë 4 kategori kryesore, domethënë është transparenca, llogaridhënia, pjesëmarrja qytetare dhe aktivizmi. Në këto 4 fusha, cilat mund të ngllojnë paksa të ngushta, mirëpo mjaft të gjera, ka shumë hapësirë për të ardhur me ide të ndryshme, për të aplikuar dhe njëherët për të ngritur shansën për të fituar që grante mjaft të mira dhe duhet të cekë këtu se 3 fituesit nga 7 finalistët do të shpërblehen me nga $5,000, që është vetëm granti inicial për të ndihmuar këto projekte dhe mbështetja jo nuk përfundon këtu. Për këto ekipe do të ofrohet edhe mbështetje më të tjeshme si në gjetjen e fundeve shtesë, po ashtu në këshillime dhe mënyra tjera të mbështetjes. A duhet të aplikojnë vetëm personalisht apo munden edhe në grupe, sepse duket që është punë e vështirë, dikush mund ta ketë idenë, ndërsa dikush tjetër mund ta ketë idenë se të realizojë projektet? Në fakt ne inkurajojmë që të jetë në grup, puna në grup, mirë po edhe individët mund të aplikojnë, se siç thash më herët, ne më vonë do t'i caktojmë edhe persona tjerë që mund të ndihmojnë. Është e domosdoshme që nëse është individ, personi duhet të bashkëpunojë me një OJC në të ardhmen, domethënë pasi të dorëzon projektin ose aplikacionin. Ne kemi një listë të gjerë të OJC-ve që kanë bashkëpunim me neve dhe kanë shprehur dëshirën që të bashkëpunojnë me idetë potenciale që do të vinë. Dhe momentin kur dalin online më 20 maj, meqenëse tash vetëm janë duke ardhur projektet, më 20 maj kur dalin online do të bëhet një galeri e projekte ku publiku mund t'i shohë, atëherë dhe NGO-t pas interesit tyre do të shkojnë dhe të kontaktojnë projekte cilat ato i shohin më të përshtatshme dhe do fillojnë bashkëpunimin. A do të varen fituesit definitivisht vetëm prej votave të publikut apo keni me bërë një juri të brendshme ndoshta? Po, kjo është shumë pyetje e mirë, meqense votimi do të shkojë në 3 shtetet në njëjtën kohë. Nuk do të varet vetëm nga votat online.
Ne kemi menduar të japim rast edhe publikut, edhe juristë profesionale, me qenë se fuqia mediumeve sociale është provuar të kohëve të fundit të jetë mjaft e fuqishme, të rinjt mund të mbledhin shumë vota nga shoqëria atyre dhe nga rrjetet e tyre në online, dhe për ta japur edhe një rast tjetër, projekteve tjera të cilat nuk kanë mundësi shumë të dalin në pa, kemi vendosur që edhe juria profesionale të merr një vendim, se do të jetë një vendim së bashku me publikun dhe jurinë. Ku do të publikohet online gara, në cilën website mund ta gjejnë për me votu qytetarët? Për me votu duhet ta gjejnë në website-in communitybooster.org, mirë po këtë website gjejnë më së lehti prej faqes së Facebookut të IPCO Foundation, ku çdo ditë ne mbajmë publikun të informuar, po ashtu edhe prej faqes zyrtare të IPCO Foundation website-it, ipcofoundation.org, ku direkt mund të lidhen ose për aplikim ose për votim pas 20 majit. Pas 20 majit, me 20 maj është dita e fundit do të 20 maj në ora 12 mbyllet aplikacioni për gjithë ata që kanë pasur ide deri tani, dhe pastaj fillon me njerë faza votimi dhe publikimi këtyre projekteve në galerinë e website-it. Është një mundësi mjaft e mirë, sidomos për të rinjt që po kanë ide kreative, një përkraje mjaft e mirë për idetë e tyre. Shpresoj që më të mirë të kanë me fitu. Shpresojmë edhe ne. Faleminderit shumë që ishe në studio. Faleminderit edhe për juve. Ndërsa ne të dashur shikues, po ndohemi për reklama, vazhdojmë pjesën tjetër të emisionit pas disa minutave.